kallëzoj drejt nëse keni pyetje. Nëse ndoni positive vibes, unë kënej jam. A, moj blet, ka ke dashurua, qka? A pet këto erdi. S'po kam ven. Në pas kallëzu me kue, të kisha e dis shtratin, kisha ble pije dhe për ty e ju bazen, me ma bo pijen tem. Kuku qëtash, hej, në live ka me pëcku qështo. Hej, Ylber, kur të jesh në qenë nesër a mas nesër, bite haje ja 5 fiqa edhe me ndo për mu. Kuku që shumë, nuk e dini fiqat e nëjse edhe Shqipëris edhe të Olqinit, ma të mirë nuk ka. Ma të mirë nuk ka kërka. Këto në Gjermani, si me hangër karton. Heq kur farshije. Ja atje kuku që shumë mungojnë. Me të kemaht pët në fiqat je skipt. Qa po falni bre pa mu? Aje se mas qësoj është arë se është amel. Po, nashta. Kuku, mire ki bot rend për ha shpejt. Ylber, stell nicht die falschen Fragen. Ich stelle mir einen Karton so vor, einfach so komisch. Ich finde, es ist wichtig, dass man jede Rechnung für die Wohnung mit dem Partner halbiert. Scheinmoment, danke für die coolen Fragen. Nein. Ich finde das Katastrophe, die ganzen Rechnungen zu halbieren. Das bringt irgendwie Distanz, so immer so bis hierhin bin ich und bis dahin bist du. Man kann das gemeinsam machen. Der eine zahlt das, der andere zahlt das. Oder, keine Ahnung, wenn der eine Partner richtig viel verdient, dann kann man ja schauen, wie man es macht. Aber ich finde, man sollte sich unterstützen, das auf jeden Fall. Aber Rechnungen zu halbieren die ganze Zeit, dann auch im Restaurant oder was, das ist gar nicht meins. Qa po menani jo, se keni pyetje këtu, gjermanisht, për a kur të bashkëjetoni me gruan, a me burrin, a e keni kontot damas, a e keni përbashk? Edhe tha diçka po hece dije, qa kom thonë? Kom harru. Në sens po menojmë, na martohemi. Kush po martohet? Të përbashk? Përbashk a damas? I kom një do historia që kur kanë bashkëjetu e kanë pas konton për bashk, edhe ai burri i saj, për shembull burri, tash kish mujt me kanë edhe gru, po që ky rast u kanë një burr që u kanë si që thojnë ata që hinë kështu në kazino edhe lujnë për pare. Edhe i kanë thirr krejt pare për qatë i kontot për bashk, edhe i ka hu krejt me qatë farë loje. Edhe kështu çdo muj. Edhe i janë shku krejt paret edhe kanë mejt pa. E tani mendoj une
s'munesh as me bo surpriza nëse keni konton përbashk. Unë mendoj nashta 3 konto mi pos. Një burri, një gruja, e një përbashk për çdo obligim. Hab gemeinsame Konto. Ja, das ist eine Entscheidung. Ich finde das toll, wenn das funktioniert. Und ich denke ja auch so. Also, das ist ja super. Aber dann kannst du ja nicht mal mehr so Surprise machen, weißt du? Postel español përbashkë me pas. Ölbert, danke fürs Teamherz. Pse? Postel español përbashkë me pas. Po menon që ai kishte thonë doma sa çka? Apo ai thot përbashk? Ama në Kosovë bashkë kemi, se s'kemi shumë. Përshëndetje. Çka yes? Dë pyetje i bona. Jo mendoj se ai pajtohet me ty me i pas 3 konto. Aha. Ja, ai thot përbashk valla. Ky ma shqiptar se onë ashta. Ai përbashk, po ka qef mi pos konton. Ama unë po tham ashta dama se nuk i dihet kur ti don me bo surprizë tani e shen kante dhe tani pa lidhje. Nuk di. Nëse thot përbashk, mos ja pësh burrit. Do shohim se hala, nej, s'jemi. Hala ka kopa. Më interesoj për juve çka po menoni. Hab auch viel gebunkert. Ja, okay. Ja, das ist ja gut. Kavak deri atëherë. Kavak. Her keni me bo dasëm. Rrugës me, dikur. Besoj që çdo femën ka qef njerë më martu. Ama jo shumë të madha, nëse në kështu se po tham pa lidhe. Sot, kohën e sotit, janë basenet shumë të shtrejta, për çka kishe mujt për një me përjetu kur çkojsh me bo pushime, adin. Bashkjet lisa është ashtu, s'do me thonë se një herë, këti ma shumë një herë aj. Po, jo për ata, adin nuk a. Vetëm për kështu surpriza dhe historia që aj njën kështu, tani kur të bashketojsh edhe kur të martohesh e tanat kështu, po, ama ndryshe. Sen hat sich die Kaffee für die Hochzeit bezahlt. Boah, Ölbert, das ist echt crazy. Das ist schon heftig. Po çfarë ta osme në ditë se sot ik më mos i çmosit. Pse? Mos më martu heqa me bodashëm. Nga për marrë martonin direkt të vim në darsëm. Ja, për momentin unë nuk du më martu. Egal, essen und trinken war sehr gut. Ja, überleg mal 60.000 dafür. Das ist schon übel. Also, mache ich lieber eine Anzahlung oder stecke in Krypto. In Kosovo kennt man keine Überraschungen, ja. Aber besser Urlaub mit Mann oder sowas machen, schön in Ruhe, ja. Goni. A kishit bo ma shumë ma me qef kështu një darsëm. Thojna 30.000. A ishte qku ma mirë për që ato pare në pushim. Ka zëni drejt. Po për momentin nuk du mu martu një herë.
Ta shti mutra u martue, u kryt, ta shti unë veç sa ku kry shkollën. Ma mirë në pushim fardar së more. Jo të... Në lëzë shpejt për shkojnë me zorët. U të përshë se dosh poshtë dërminjë, s'ka më dorë, s'ma po valla. Hala son... Jo, hala se hangra botrin. Me që të pari kësha shku në pushim edhe... Ja. Mire keni valla. Me bo pushim shumë ma mirë. Po të rinjë të faleminderit. Me bo pushim knaqesh. Edhe adini çka moni me bo kret me 30.000 euro. Qëfar pushimi, nashta gjysë viti pushim. Shkoni, adin nuk dojeni kështu që lexova Maledive. Po ato shtrejt, për shumë më shku në Vietnam, në Tajland e kështu. Moni me jetu si mbretesh. Pika për tani, luksuze jetën. Me bodarës ma apet, kreta në kuën, këto ditë. Reki botrin, apet, në kuën ma në fund. Si kanë pas qështu, heje nuk o kone mirë, o kone ftaft. A ne gëni, zarë, me dhonë 30.000, a më besoni, me 5.000 ashta moni një darë së më kështu të lezeqme.